Kjo është një rast shumë i mirë që të njihemi pak mbi karakteret e këtyre ndërtesave, duke i vizitu, duke pa, duke ndëgju fakte mbi të cilat ato janë ndërtu. Njerëzit tjerë duhen mu fokusu në historinë që e ka ky popull, qysh ndryshe mu tregu nëse jo me dokumentim edhe me hulumtim të këtyre objekteve. Përveç admirimit që e kom marrë për këto ndërtesa, se çfarë sfide e kemi në ditë sotme për me mbajt këto gjallë. Prishtina u bë arenjë një eksplorimi arkitektonik të veçantë. Studentët, arkitektë të rinj dhe qytetarë të interesuar u bashkuan në një ecje në kuadër të Festivalit të Arkitekturës organizuar nga Iniciativa Moderne, që synon dokumentimin, vlerësimin, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë moderne të arkitekturës në Kosovë. Sipas Arta Januzit Cana, bashkëthemeluese e organizatës moderne, ky festival që po mbahet nëpër qytetet e Kosovës ka krijuar edhe një hapësirë dialogu mbi sfidat urbane. Këtë vit është edicioni i parë, me shpresë që të shndrohet në një edicion shumë vjeçar, tradicional, dhe kemi përfshi shumë aktivitete që me forma të ndryshme t'i arrijmë këto objektiva që vetë se i përmenda, në mënyrë që të rrisim debatin ndërprofesional, por edhe më gjerë në publik rreth trashëgimisë që ne kemi fatin të trashëgojmë, domethënë, të njoftohemi për rolin e këtyre ndërtesave, asaj memorjes kolektive që ne kemi si të rritur këtu, dhe në rrjedhimisht dhe të rrisim vetëdijen mbi vlerën që na e trashëgojmë faktikisht. Ky festival që u mbështet edhe nga Fakulteti i Arkitekturës dhe nga Asociacioni i Arkitektëve të Kosovës, po synon të sjellë të kaluaren dhe rëndësinë e ndërtesave të periudhës moderne në memorien kolektive, për të dhënë ide mbi transformimin arkitektonik, se si ato janë adaptuar nevojave nëpër periudha të ndryshme. Ne vetë se kemi fillu para disa ditëve duke i prezentu disa rezultate të punëtorive që i kemi zhvillu me student prej disa muajsh. Në ato punëtori ne i kemi trajtu mundësitë e riadaptimit të ndërtesave të kësaj periudhës moderniste, dhe konkretisht e kemi marrë rastin e Pallatit të Rinisë, ku grupe të studentëve të profileve të ndryshme, jo vetëm të arkitekturës, kemi pasur edhe sociologë dhe të ndryshëm, kemi arritë që me metoda të ndryshme, me metodologji të ndryshme, të prezentojmë mënyra dhe propozime të qasjes adaptimit të kësaj ndërtese për nevojat e sotme, duke mos e cënu atë vlerën trashëgimore që e ka. Festivali bashkoi profesionistë, arkitektë, studentë, qytetarë e shumë të tjerë në një diskutim mbi arkitekturën, planifikimin dhe sfidat urbane në Kosovë. Kemi vazhdu me aktivitete në 3 qytete, në Mitrovic, në Pej dhe në Prizren, ku i kemi shfaqur 3 dokumentar të cilat tregojnë historinë, narrativën e disa ndërtesave të periudhës moderniste. Me që rast, këtu i kemi hapë edhe mundësinë të komunikojmë edhe, domethënë, të dalim jashtë asaj rrezës së profesionistëve, po kemi ftu në bashkëpunim me organizata jo qeveritare të këtyre qyteteve, të ftojmë edhe njerëz që të na afrohen dhe të diskutojmë hapur mbi memorien, mbi ndikimin që këto ndërtesa kanë pas. Aktivitetet e festivalit përfshin edhe një shëtitje nëpër disa ndërtesa ikonike në Prishtinë. Pjesëmarrësit e kësaj ecjeje u njoftuan me të pathënat rreth transformimit dhe rolit të këtyre ndërtesave, marrë parasysh zhvillimet sociale, ekonomike, kulturore dhe politike përgjatë dekadave, deri tek ajo që trashëgojmë sot. Kemi pas një thirrje të cilës janë përgjigj shumë studentë, shumë të interesuar, dhe kjo është një rast shumë i mirë që të njihemi pak mbi karakteret e këtyre ndërtesave, duke i vizitu, duke pa, duke ndëgju fakte mbi të cilat ato janë ndërtu, relacionin e tyre në ndërtimin e qendrës urbane të Prishtinës, por në të njëjtën kohë duke ndëgju pak edhe për ato të pathënat, mbrapa këtyre pikave kryesore, historisë nëpër të cilën kanë kalu gjatë ndërtimit të tyre, dëmeve të interpretuara apo të arriturave që interpretohen. Kësaj krijojmë pak një relacion më të afërt edhe për të interesuarit, sidomos për studentët, se ka shumë dallim kur ndëgjojnë për ndërtesa nëpër literaturë, duke mos i ndërlidh me historinë përreth, ndërsa në këtë rast ne arrijmë që të krijojmë një lidhje edhe më emocionale edhe më interesante
se e kuptojmë pak atë indin urban që është ndërtuar në këtë periudhë. Arkitektja Albina Morina, por nga prizmi profesional, foli rreth ndikimit të arkitekturës moderne në identitetin urbanistik të kryeqytetit. Një festival si ky patjetër që është shumë i rëndësishëm, se jo vetëm u marr me objekte që janë më të vjetra, duke filluar 200-300-400 vite, po edhe kjo e periudhës moderne, sepse është një zeshtëm është një periudhë që e karakterizon Kosovën, edhe jo gjithmonë në mënyrë të keqe ose në mënyrë edhe pse është e kuptueshme për njerëzit pse kanë një farë edhe nostalgji, po edhe le të themi urrëtie për këto objekte. Unë si arkitekte normale shoh interesin më gjanë, sepse e shoh një vlerë arkitektonike, po edhe njerëzit tjerë duhen mu fokusu në historinë që e ka ky popull, qysh ndryshe mu tregu nëse jo me dokumentim edhe me hulumtim të këtyre objekteve, sepse është një histori shumë e madhe për neve, kështu që ruajtja, dokumentimi, promovimi i këtyre objekteve është patjetër shumë i rëndësishëm për neve. Ndërkohë, Ikres Pahia, studente e arkitekturës, e sheh këtë festival si një mundësi për të mësuar nga praktikat më të mira dhe për të kuptuar ndikimin e kësaj arkitekture në ditët e sotme. Që është një rinjë e rëndësishme për reflektimin e këtyre ndërtesave moderne që veç kanë hyrë në trashëgiminë të Kosovës. Jemi kënë në dheqin e Bekim Ramkut, në të cilat veç jena njoftu më afër me potenciale që kanë pas të ndërtesa, analizën më të hollësishme, konceptet. Amo personalisht, për vete mu më kalon me një ndjenë dyfisht se përveç admirimit që e kom marrë për këto ndërtesa, se çfarë sfide e kemi në ditë sotme për me mbajt këto gjallë. Ky festival ka nisur në Shkollë dhe planifikon të përmbyllet në prill, ku për 6 ditë aktivitete sjell agenda të larmishme që ngërthejnë njohje, diskutim dhe inovacion mbi arkitekturën moderne kosovare. Dhe gjithashtu inkurajon dhe të rinjtë të jenë pjesë aktive në krijimin e një qyteti më funksional.